Të nderuar miq, mirëmbrëma, takojmë përsëri në Fokus. Tafshe, edhe një lloj frike që këto fytyra që ne i njinim, si do të reagonin, ç'do të bënin. Askush nuk e dinte se me të vërtet do të vinte një si uragan i madh pikërisht nga kjo kodrin. Që të guxosh që 20 shkurt në sheshin qendror të Tiranës, në atë shesh ku u shkul shtatorja Enver Hoxhës në 20 shkurt në thënie është jo vetëm ofenduese, por tregon që Partia Socialiste është realisht vazhduese e Partisë Enver Hoxhës. Do të kem sot pjesë nga Fokus me atë ditë magjike, kur rastësisht edhe unë kam qenë, madje për herë të parë kam pasur një aparat fotografik në dorë, ka kaluar një ish gazetari Dritës, Vesnik Mustafaj, dhe më thot merr aparatin se po ndjek dikush nga pas, dhe kam arritur të marr fotot e rënies dhe filmi është dërguar nga Mustafaj në ambasadën franceze, diku e ka shkuar deri në Europë. Pra fotot nuk e di se si i kam kuadruar. Me mua ka qenë Lulzim Keta, Ilir Kallajgjiu, Agim Poçari, që i mbaj mend, Vasil Dila. Ishte një ditë me të vërtet magjike. Qyteti Studenti do zbarkonte drejt qendrës Tiranës, kur shumica besonte se do t'i drejtojë blok. Pra kjo ishte kodrina ku do fillonte gjithçka. Taracat e pallateve ishin mbushur plot me studentë, me të ardhur, ku natyrisht binin sy ata nga kavaja, dhe pastaj E majta amerikane thot që po ndodh revolucioni Trump. Nuk është revolucioni Trump, është kundër revolucionit Trump. Revolucioni ishin 8 vitet e Obamës dhe 4 vitet kur si papet kontrolloi presidentin Biden. U orvatën që të bënin një përmbysje të madhe të tradicionalizmit amerikan. Për herë të parë ndryshoi mënyra se si votonim. Më parë 70% votonin ditën e votimit, me Obamën dhe Biden 70% votonin me letër, me zarf ose përpara kohe. Revolucioni i Obamës kërkoi të ishte revolucion politik, ekonomik, social, historik. I ngjashëm me revolucionin francez, kur vëllezërit Robespierre ndruan emrat e ditëve të javës, përmbysën statujat, dolën kundër kishave, duket kjo njësoj me ato që ndodhi me Biden dhe me Obamën. 1776 nuk është dita kur lindi Amerika, por 1619, kur transgender meshkuj morën pjesë të garat e femrave dhe 600 medalje u morën prej tyre. Wokizmi, DEI dhe ushtria amerikane ishte minus 50.000 rikrut që nuk vinin dot për të shkuar për të aplikuar për në ushtri, sepse kishte filluar politika e DEI-t, pra kudo ishte një sulm i madh. Por më në fund janë Trump. E quajnë revolucion, jo, është kundër revolucion pikërisht ndaj kësaj që tentuan të bënin të majtet radikal. Ai kërkon ta kthejë në normalitet Amerikën, të thaj kënetën. Ka filluar me shkurtime drastike në administratë, sepse ka mashtrime, vjedhje dhe mbeturinë të mëdha të fondeve amerikane. Synojnë $2 trilion, do ta realizojë. Nuk ka më, nuk do të përmbysen më statuja, siç u përmbysën kohën e Obamës. Nëse je student me vizë dhe del dhe thyen rregullat në një kolegj amerikan, sot ti deportohesh. Kufiri do të vuloset ndaj karteleve të drogës në jug, do të trajtohen si organizata terroriste. Trump është në rrugë të drejtë. Edhe njëherë, nuk është revolucioni Trump, është kundër revolucioni Obamës, i të majtës radikale, i okizmit, i transgenderve, LGBT. E dini ju që në kohën e Blinkenit, Departamenti Amerikan i Shtetit lëshonte një pasaport me 73 gjinik ishte drejt zgjidhje. Jo, vetëm 2 me zotin Trump. Amerika po kthehet te traditat e saj. Natyrisht është shpejt, 30 ditë nuk mund t'i krahasojmë me 100 ditët e Rooseveltit, por ama duket që Amerika po kthehet si lojtar i pushtetshëm. Ajo që po ndodh me Zelenskin dhe me Europën tregon qartë që një sherif rish në tam. Mos u abisni nga fjalët e ashpra të J.D. Vance. Ka qenë Bob Gates në kohën e presidentit Obama, që ishte leftover nga administrata, shefi Pentagonit, që këto kërcënime ka bërë në konferencën e Meniut. Nuk e dëgjuan, premtuan se do të shpenzonin 2% GDP-s, nuk e bën. Europa duhet të përgatitet të ngrihet në nivel aktorit të madh. Trump këtë tregon qartësi. Ana dëmton, nuk dihet. Në marrëveshjet midis Moskës dhe Washingtonit, sipas një të përditshme gjermane që është i tabloid Bild,
thuhet që Moska kërkon të largojnë trupat amerikane nga të gjithë vendet e NATO-s që janë pranuar në NATO mas vitit 1990. Ai përgjigj pyetjes Fokus rreth situatës në Ballkan nëse Trump do të fitonte përsëri dhe administrata është shumë e dobët e Biden në Ballkan, ndërkohë që mbështet ish-komunistët në Shqipëri. Bolton u përgjigj se politikat e administratës Biden për Ballkanin janë po aq ideologjike sa dhe e gjithë politika tjetër e tij. Është diçka për të cilën nuk kanë menduar qysh nga administrata e Clintonit në marrëveshjen e Daytonit. Nuk mendoj se e kuptojnë që lufta në Ukrainë ka potencialin për destabilizim Ballkan. Ka shumë gjëra që duhet bënin dhe nuk po i bëjnë. Nuk e di se çfarë politikash do të kishte Trump nëse fiton aty. U përpoqja të shërbeja në kohën time në qeveri duke zgjidhur ndryshimet mes Kosovës dhe Serbisë për shembull, mendova se avlente, mendova se palët do të binin dakord, nuk funksionoi. Nuk do të thotë se kjo do të jetë më pak e rëndësishme herën tjetër. Mos harroni, Trump kërcënoi të tërhiqej nga NATO. Mendoj se ai është serioz rreth kësaj. Nuk e parashikoj kohën se kur do ta bëj, por nëse SBA do të tërhiqej prej NATO-s, ajo lloj mbrojtje do të zhdukej. Qofse kjo është e vërtetë, kjo është arsye që ju toleroni korrupsionin në qeverisë Rama? I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Thank you, man. Charles McGonigal, you know him, right? He was in charge of the Russia hoax for the FBI. Charles McGonigal, I know the name well. He was in charge of it, and they just arrested him because he received money from Russia. This can only happen to me. Rrallat se G.D. Vance do të takonte kryeministrin socialist Rama dhe dikush e ka ndaluar nga Washingtoni janë thjesht teori konspiracione. Nuk ka se si G.D. Vance, kjo figurë lakonike djathtës amerikane, të takonte dikë që e ka prapashtesën socialiste, partia socialiste. Nuk mundet njëri që takoj ata që ata i quajnë ultra djathtë nazist në Gjermani, apo mbas atij fjalimi me të vërtet spektakolar, duke treguar se ku qëndron politika jashtme amerikane. Bini në sy të ardhur nga rrethet të kavaja më shumë, Enver Hitler, duke sikur taracët nuk do ta mbanin dot atë pesh, ndërkohë që pjesa poshtë ku ishin studentët në grevë dhe njerëzit që e rrethonin, dhe në atë tatpjet vogël, siç e thash, kishte shumë njerëz edhe nga administrata, por bini në sy, e thash dhe makina që nga ne dieshin aurët e famshme, BC, gaz, pra situata vëzhgoj dhe monitoroj nga qeveria asaj kohe, e cila mbase përgatitej që përmes një artifice, pra, heqjes së emrit të diktatorit Enver Hoxha nga universiteti, të largonte Adil Çarçanin dhe në skenë të ftoi Fatos Nano si kryeministër, por dhe Gramoz Ruçi si ministër i punëve të brendshme. Natyrisht që nuk ka qenë lehtë, ata studentë me të vërtetë kanë qenë trima, nuk dijej rrjedha e ngjarjeve se si do të shkonte. Mbase sot të duket diçka e thjeshtë që të rrëzosh një statuj prej bronzi, nuk është ndonjë gjë e vështirë. Por përveç se mundimit të madh fizik për të hequr një mal metali, ishte edhe frikë e madhe sepse forcat speciale me qenë, me armë ishin gati që të bënin edhe një masakër. Kam parasysh këtu nga dëshmi të ndryshme nga forcat speciale, urdhri ishte dhënë të hapej zjarr. Ramiz Alia ishte në sallën e Komitetit Qendror, ka pasur një bisedim me ministrin asaj kohe Isaj, që çfarë të bëj, këtë e kam nga dëshmitë që kam marrë nga Isaj dhe ai ka thënë zbato ligjin. Ligji ishte që ndaj grumbullimeve të paligjshme, ndaj dhunës, siç thonin ata, të huliganëve, të turmave ndaj shtatorëve të Enver Hoxhës, të hapej zjarr. Dhe zjarr do të hapej.
Kjo është ajo rruginë e vogël nga mori drejtimin masa e madhe e njerëzve në shumti, jo nga e majta, mbase u drejtua vetë njerëzit e thash në mënyrë instinktive për të derdhur në drejt qendrës Tiranës, dhe kjo rruginë që duket kaq e zbrazët sot ishte shumë e ngjeshur dhe shumë vetë nuk e dinin se kjo ku të hidhte. Në fakt kjo rrugë po të vazhdosh drejt të hedh tek Carlo Topia dhe rruga Buti, ishte dispenseria vjetër dhe aty ndahen dy rrugë. Një poshtë ku është ambasada amerikane sot, ka qenë legata italiane, dhe tjetra paralel janë dy rrugë tek Muzeumi Lenin Stalin për të shkuar tek një fushë dhe aty janë hapur njerëzit në rrugica, ka pasur dhe goditje nga policia, shumë njerëz janë futur nëpër shtëpi Tiranëse, dhe kjo ka vazhduar për mbase edhe për 1 orë, 2 orë, sepse nga ora 10 dhe gjysmë 11 ka qenë diçka e tillë dhe shtatorja do të binte rreth orës 12. E them edhe një herë që njerëzit nuk e dinin se ç'do të ndodhte atë ditë. Natyrisht situata ishte shumë e ngarkuar, studentët ishin në grevurie dhe masa e madhe e njerëzve që kishin ardhur Tirana, por dhe rrethet ku veçanërisht Kavaja, donin të bënin diçka. Kjo është rruga, pra rruga e famshme e Elbasanit, kjo ka qenë legata italiane, siç e thonim ne, nuk ishte me mure se janë sot amerikanë, ka qenë me kaqe të tukura, binte sy piku këtu ka qenë një fushë tenisi, ku luan diplomatika saj kohë, dhe natë te ky pallat i madh, nëse shikojmë djathtas, ka qenë një fushë e gjelbër, e cila ishte mbushur me njerëz. Tek majtas tani nuk thinin. Ku është liceu sot, që për të kaluar te televizioni shqiptar, pati përplasje me policinë, me forcat speciale që ishin me lopata xheniere, dhe ran dek te pemëve nuk bien nga fishek manovër. Unë mbaj mend në këtë pjesën djathtas, nëse kameramani mund ta ashtu, janë këto shtëpi tiranase, të cilët hapën dyert e tyre për të futur njerëzit, të cilët ndjenin mbi shpatullat e tyre, kanë qenë disa shkopi në gome. Edhe autori i këtij emisioni e ka provuar njërin prej tyre, ka qenë një shkop, dua me që dhimbja ka vazhduar një 6 muaj. Dhe më e bukur ishte se polici që goditi ishte polici nga televizionet që më vonë njohë, tha, Bert, tha më fal. Çfarë më fal? Po çon si ka jam unë. Është i tjetër, këtu janë shqiptarë. Në qoftë se shikojmë këtë pallati Kos, siç ka ngeljen verit, aty kemi ndaluar me Gusti Dain, kemi pasur disa të njohur me mbiemrin Shkëmbi. Të them kishin frikë që të largoheshin, të shkonin me këtë masë madhe, nuk dihet, nuk jam shumë i sigurt, por kam frikë se ka pasur tanke edhe tek piramida e Enverit. Jo kam frikë, por ka pasur, ka qenë rrethuar me ushtri. Pikrisht në këtë rrugicë, pallati Eritan Cekës, kështu njihet, aty dikush nga ne ka kapur maj fishekun, plumbi po i themi, ngjyrë bronzi si e ndryshkur, nga plumbat që gjuheshin në ajër tek radio televizioni shqiptar, por në momentin që shkrepet arma, askush nuk është i sigurt se çfarë mund të ngjas, se çfarë mund të ndodh, se si mund të percepitojnë ngjarjen. Pikërisht këtu është vendi ku ishte mbushur me ushtar të forcave speciale, këtu është pallati që përmenda e Shkëmbit, dhe diku majtas në një pish, ja, mund ta shikojmë pikërisht në degët e asaj pishe, kemi gjetur, një nga kolegët tanë ka qenë speaker të televizion, një fishek maj. Dikush me motor ka kaluar në këtë rrugicë, nuk e mend. Pasi mund të dërgoj një mesazh dhe i kam thënë që ku po shkon, ku do të shkosh, tek qendra. Kemi marrë këtë rrugë dhe këtu ka qenë me forca ushtarake. E rrethuar, dëgjoheshin shkreptima dhe në motor jemi futur rruga në këto s'ka qenë me dy kaligës, kemi kaluar djathtas. Piramida ka qenë këtu ishin me forcë ushtarake, me motor kemi kaluar përmes kësaj zonës këtu, nëpër ato, po i themi një lloj kaldrëmi që ka pasur piramida saj kohë, dhe kam marrë majtas dhe kam përfunduar tek mbas statorës së Enverit, rreth orës 2
pa 15, pa 16, mbase kur kishte filluar të tunde, edhe të mundohemi që ta ndjekim këtë rrugë, majtas nuk futemi dot sot, me qenë nuk ka pasur trafik në atë kohë, le ta ndjekim pra me kamën tonë. Njerëzit që ishin nga pjesa mbrapa busit, shtatores po i themi, ku isha dhe unë, të ta fshetani. Nuk kam qef të them që jemi shumë trima. Unë nuk i shikoja pjesën nga Pallati i Kulturës ku ishin qenë, ku ishin forcat me armë, me gazsjellës, dhe unë shikoj vetëm atë pjesën që ishin 50 veta, 100 veta, po them që po e shkulnin, po me thonë, dikush mundoi të hidhte një litar, dikush i hodhi, e më mend mirë tani një kapërton biciklete ose motori, që i ngeli diku te dora, synoi çkëndete tek qafa me fjalë, dhe ajo që të vinte në sy tek pjesa do të mundohemi të shkojmë atë ku janë reklamat, që njerëzit shumë të ardhur nga rrethet shkulnin me thonjë gur dhe kundër përgjigjeshin me gur ndaj asaj mase të forcave speciale, ndërkohë që të binte në sy ku është sot shtatorja e Skënderbeut, disa njerëz kishin hyrë atje, më të guximshmit, qofsha i gabuar, se tani janë dhe 20 vjet, bëjmë që dhe kujtesa, dikush kishte një flamur. Dikush kishte një flamur dhe në këtë zonë unë kam parë, dhe më duhet ta them, Çashkun, regjisorin e famshëm, kujtimi i cili kishte një kamerë të vogël amatore, pra ai ka filmuar gjëra të rralla, Çashku duhet i ketë. Ne kemi hyrë në këtë pjesë që këtu ishin forcat speciale, derdhe ajo ndaj njerëzve, gjuanin, urdhri ishte i prerë, mos të lejoj që të rrëzoj shtatorja e kriminalit Enver Hoxha. Dhe njerëzit, heroik të them, ja pikërisht duhet në koshta ajo pisha atje, kamera mund të ndihmoj, kanë qenë reklamat e televizionit, reklamat e kinemave më falë, dhe aty ishin njerëzit po të them, rinin poshtë nga banga nëpër balkone, ata intelektualet administrata e friksuar, dhe këtu ishte ajo revolucionarët, po i them, trimat. Kë ka qenë pjesa e mbajmën me bar, nuk ka pasur asnjë gjë tjetër, dhe nga drejtimi nga e djatha vjen me pallto të zeze, mbajmën si tani Besnik Mustafaj, shumë i tensionuar, me një aparat vogël në dorë, më thotë Bert, njifeshim, ishim koleg, unë natyrisht gazetar të eksport e ai të Zëri Popullit, më tha, po më gjurmon dikush nga sigurimi i shtetit, merr aparatin dhe bëj disa fotografi. Unë jetën time s'kisha bërë asnjë foto, i tha çat bëj, ku fotografoje këtu dhe djatha s'është pallati im është aty, thotë mas kësaj te kati 5, po jepja filmin, mos u ngatron, më thatë dhe emrin e bashkëshortës ti, nuk e vajmë tani, por një detaj që është me sy. Dhe unë kam kaluar këtë rrugë, jam shtrirë diku aty në bar, dhe kam filluar fotografoj dhe kam qenë me fatë se është kohë që po bie busti. Mbaj mend që nga masa është këputur një djalë, janë 80, 90 trup madh, i cili më ka marrë dhe më ka hyrë mbi shpatët e tij, hec ta filmotha, njëoj, gazetar sporti në atë kohë, dhe ka qenë pjesa që po të shikojmë nga e majta, mbase ishim aq afër, mbase ajo shtatore e keqe mund të na binte sipër, dhe u krijua ideja se ka qenë si maltu, si një kodrin, u krijua ideja sikur zuri për fund disa njerëz. Fatmirësisht jo, gëzimi ka qenë shumë i madh në këtë trotuar, në këtë pjesë këtu. Mbaj mend, më duhet të them, kam qenë me Lulzim Shkret, gazetar, Ilir Kallajxhiu, i përndjekur politik nga familje, Agim Poçari, shoku im i fëmijërisë, me të cilët kam bërë disa fotografi, edhe ata kanë bërë foto në TNB, por fotot e mori Besnik Mustafaj. Nga 22 milion banor, Ukraina sot ka 28 milion banor, jenë larguar. Flitet se mund të jenë vrarë dhe të plagosur 1.5 milion nga të dyja palët. Me çdo kusht duhet paqja. Duhet ndaluar derdhja e gjakut, dhe në këtë lojë dy të fortët janë Trump dhe Putin. Zelenski nuk ka fuqi, nuk ka power që të jetë pjesë bisedimeve, sepse ai do të pranojë ato që do të arrijnë Trumpi dhe Putin. A ka Trump drejt? Me Biden nuk do të kishim kur paqe. Trump është ndryshe. Por me dy voglushve të administratës, J.D. Vance dhe Hegseth të Pentagonit, ka treguar që Ukraina nuk do të jetë në NATO. Ky është sinjali që i vajti tek Putin,
dhe mbas kësaj ishte i gatshëm për atë bisedën e gjatë 90 minuta. Por problemi midis Putinit dhe Washingtonit është i hershëm. Ai pat dobët Obamën, pat dobën Bidenin, nuk do të kishte ndërhyrë kur në qoftë se Trump do të ishte president, sepse Trump është i paparashikueshëm. 20% të Ukrainës do ta mbajë ato toka që ka marrë. Natyrisht që Europa do donte të ishte pjesë e bisedimeve, nuk është. Europa nuk është më faktor force diplomatike. Ky është realitet. Janë 100.000 trupa amerikane në Europë. Fjalimi J.D. Vance në konferencën e Muniut, në fakt i shkruar nga Tucker Carlson me lidhje me Rusinë, tregon që Amerika nuk do të marrë më përsipër premtimin për të mbrojtur dhe për të siguruar Europën. Europa duhet të përgatitet të kundërshtojë vetë Rusinë. Natyrisht që gjithkush kërkon të nxjerrë detaje nga ky fjalim, siç ishte rasti që nuk mund të burgosësh liderin e opozitës dhe të drejtosh demokratikisht. Në Europë kjo mund të jetë për zgjedhjet e anuluara në Rumani, por shumë mirë për shtatet dhe për në Shqipëri. Ai mund ta ketë pasur edhe për burgosjen e liderit të opozitës, synimet e Trump. Por ideja është kjo që në vesht e Ramës dhe të atyre që janë aktor politike është që Amerika nuk do të tolerojë më veprime të tilla. Natyrisht do të donim që të kishte një deklaratë ku të thuhej që Amerika nuk do të toleronte non grata ndaj kryetarëve të opozitës, por mbas është në një stat tjetër. Megjithatë, në politik duhet të jesh i kujdesshëm dhe kur përdor pjesa fjalimesh nga këta aktorë të fuqishëm të politikës amerikane. Trump kërkon me çdo kusht paqe, sepse nuk do të jap $170 miliardë tjera. Në fjalimin e J.D. Vance u përmend dhe Elon Musk që Europa nuk e do, dhe është një përplasje midis mandateve të fituara dhe institucioneve të ngritura në Europë. Kandidati për kancelar i CDU-s e kundërshtoi haptës zotin Vance dhe duket se do të ketë një përplasje ideologjike, por Amerika do të synojë të mbështesë forcat e djathta, se sa do të arrijë është e vështirë sepse social-demokratët, liberalët në Europë kanë kohë që kanë ndërtuar atë shtetin social në kurriz të benefiteve të mbrojtjes falas nga Amerika, dhe strukturat e shoqërisë në Europë nuk janë si strukturat e shoqërisë këtu në SBA. Natyrisht, atë që unë kam thënë shpesh këtu që një sherif i ri është në tanë. Këtu ka krijuar një problem të madh, një veprim që duket i menduar keq. Ka qenë i akuzuar për korrupsion masiv majori i New Yorkut, Adams. Në prill pritet nisje e gjyqit me një juri të madhe. Janë prokurorët kanë shpallur akuzën, ka qenë çdo gjë e kopsitur, por në një lloj pazari midis Adams, i cili ka qenë Mar-a-Lago, që unë do të mbështes gjithë veprimet e forcave policore të migracionit në New York, dhe ne do të heqim akuzat. Akuzat i heq prokurori federal i distriktit jor të New Yorkut. Ishte një personalitet i emëruar nga Trump, ka qenë me skalien konservatore, ajo nuk pranoi dha dorëheqjen. Atëherë, edhe mbas dorëheqjes dytë, u detyrua që zëvendës prokurori i përgjithshëm në detyrë ja kërkoi shefit zyrës luftës kundër korrupsionit, dha dorëheqje. Janë dhënë 7 dorëheqje prokurorësh në departamentin e drejtësisë bashkë me prokurorën e detyrë të ngarkuar në distriktin jugor të Manhattanit për të mos pranuar dhe një letër e një prokurori që do të jesh idiot ose maskara që të firmosësh këtë, por unë nuk do ta bëja kurrë. Më në fund është gjetur një burokrat, duhen 3 firma për të ndaluar këtë gjakderdhje të madhe, këtë largim në mas,
për të hequr pra akuzat ndaj Adams. Por prejudice quhet, më vonë këto akuza mund ngrihen përsëri. Është një shkelje e madhe, ka një paralele me masakrën e të shtunës Nixonit, i cili kërkoi prokurorit përgjithshëm që është sekretari i Departamentit të Drejtësisë të shkarkonte prokurorin e Watergate-it. Ai dha dorëheqjen. Ja kërkoi zëvendës prokurorit përgjithshëm, ai dha dorëheqjen. Dhe më në fund u gjet dikush që e firmosi, por kjo e dëmtoi shumë Nixonin. Ndaj politikisht do ta dëmtoi edhe zotin Trump. Trump në një pyetje që u bën në White House, tha, mos thoni dorëheqje sepse ata do t'i largonin. Në fakt janë republikanë, janë konservatorë. Dhe sulmet e mëdha të bëra nga Elon Musk gjithashtu kanë krijuar çështje gjyqësore për të ndaluar, ka hequr tek departamenti i veteranëve, tek parqet, madje janë hequr edhe njerëz që merren me ruajtjen, garantimin e raketave bërthamore, po të themi. Ka një drejt, 2 vitet e fundit Biden ka punësuar administrata e tij 280.000 vet në administratën federale. Ajo quhet probation, pra ti je në provë, nuk je definitiv, këta persona, Trump, administrata e tij e ka hequr. Synohet që të hiqë një 10%, pra 200.000 vet nga 2 milion, janë hequr vetëm 75 që kanë pranuar dalin dorëheqje dhe janë disa mira nuk po shkohet tek ai numër. Në fakt, borxhi amerikan është $37 trilion, administrata ka rreth 6.6% buxhetit. Sa do të shkurtohet, nuk do të ndihet shumë. Musk po thonë që kemi shkurtuar miliarda e miliarda dollar, fakte nuk ka dhënë, premtimi është 1 trilion deri në 2 trilion dollar, duket se këtu nuk shkon. Dhe fakti që ai po ndërhyn në kompjutrat dhe shikohet si konflikt interesi, sepse kërkon të di të dhëna për konkurruesit e tij në tendera, ndërkohë që Rubio është i vetmi sekretar, kam thënë me një seriozitet dhe autoritet, ka ndaluar, ka pezulluar blerjen $400 milion të Teslave të blinduara. Ka qenë një letër e senatorit Blumenthal e hapur që si mundet, kjo makinë e fundit ka nxjerrë shumë probleme, shitjet kanë rënë, është konflikti hapur interesi. A do të zhbllokohet më vonë? Askush nuk e di, por Rubio e ka bllokuar për çastin. Musk është shumë i fortë. Trump e përdor që pikërisht për të arritur qëllimet e tij me njeriu më të përshtatshëm, sepse e di që ka mbi 200 milion ndjekës në Twitter. Kjo është fuqia e tij. Por do ketë një përplasje karakteresh midis Trump dhe Musk jo vonë. Megjithatë, Trump vazhdon të jetë i sigurt, kaloi edhe emërimin e Kennedy Jr., nuk e ndal askush. Nga pollët e fundit duket që edhe mbas 2 vjetësh republikanët do të mbajnë senatin, mund të rrisin numrat, por dhe kongresin. Betejë pastaj për president në 2028 ka bërë që J.D. Vance të flasë me këtë fjalor që krijon probleme me europianët, e kaloi masën sepse ai do të tregojë që jam i fortë, jam unë kandidati i parë, nuk është Rubio, është DeSantis, të Trump e ka thënë. Trump pëlqen të qeverisë përmes kaosit, t'i përplas. Sa përket zhrumëve të mëdha që vijnë nga Shqipëria për fushatën elektorale të drejtuar nga një amerikan me emër, duhet sqaroj diçka që lobizmi kryhet me pagesë. Por dikush që ka nxjerr fitues Trump, kështu thuhet sepse i tha fol tek dita e inaugurimit, nuk besoi të pranonte humbjen në një vend vogël siç është Shqipëria. Rama mund të marrë këtë doj edhe këtu në Amerikë, se ka miliarda dollar. Bile mund të bëjt pa bërën, mund të marri numrin 2 ose numrin real të fushatës Trump, Corey Lewandowski, dhe ta provoj. A e pranon ai? Ideja është që këtu Sorosi shikohet si kanceri i shoqërisë amerikane. Nuk besoj se administrata e re do ta toleroj çdo klysh Sorosit siç tha Lacevita. Dhe nuk është ai lojtari kryesor, Paul Manafort, Charles Black, dhe kjo tregon që është mundësia shumë e madhe që çdo gjë të nisë nga heqja e nëngratës. Nëse kjo administratë do të veprojë sipas atij fjalorit të J.D. Vance në konferencën e Muniut, e djathta në Europë, në Ballkan dhe Shqipëri, do të ketë një aleat madh.
shqipe dhe se si alfabeti gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. 16-17, gjithë veprat, i merr me radhë me gjithë veprat e Budit, Bogdanit, doktrina kristane, çdo gjë është me alfabetin që ku i keni. Botimet e para të viteve 1635 gjitha në alfabet latin. Pra, alfabeti i bashkimit paka shumë ishte një alfabet që e kishte pru historia në këtë gjendje që e kemi sot. Puna ishte që jugu Shqipërisë kishte një alfabet stamollit, një përzierje me gërma latine dhe greke, kurse Shqipëria mesme ka pas alfabet me gërma arabe. Tani lind pyetja. Ma i vështirë me gërma arabe. Patjetër, nuk u përshtaste me praktikën 400 vjeçare. Si manastirit ndoqi traditën 400 vjeçare të etërve katolikë. Këtë gjë e ka marrë përsipër pikërisht Bajotopulli. Merita për mu, e vendosës pas një diskutim, është e patur Gjegjëshvishtës, nga pikpamja gjusore, lingustike, profesionale, pa diskutim. Po unë mendoj që po kaq përgjithësi ka dhe Bajotopulli. Fakti, Bajotopulli ndërtoi një komitet 11 vetash, duke vënë në krye atë të përbashkët në Fox News dhe të dy kanë folur me superlativa për njëri tjetrin, por esenca thelbi ishte kjo që urdhrat ekzekutiv të Trumpit nuk zbatohen nëse nuk do të ishte njëri si Elon Musk që do të zbatonte pikërisht. Dhe Musk thotë që nëse do të kontrollohemi nga njerëzit e pavotuar, deep state, ne jemi në burokraci, nuk jemi në demokraci. Ajo që unë nuk e kuptoj dot, thotë se nuk kam qenë kur në Washington, është që 92% e Washington DC ka votuar për Kamala Harris. 96-95% Manhattan, pro saj dhe kundër Trump. Edhe në rrethinat përqark, të gjithë ata që punojnë në government votojnë kundër zotit Trump dhe vazhdojnë ta pengojnë. Kam sjellë si shembull Departamentin Amerikan të Shtetit, ku vetëm 2 ose 3 figura politike janë emëruar dhe asnjë nominim tjetër nuk ka kaluar. Çfarë ndodh me administratën? Musk ka kryer pushimet nga puna. Shtëpia Bar thotë që Musk nuk është shefi i Doge-it sepse ka probleme me gjyqjet, por është këshilltar special i zotit Trump. Në fakt ai drejton. Dhe janë hequr, pushuar masivisht nga puna ata që janë me probation. Pra, 2 vitet e fundit, administrata Biden ka punësuar 310.000 vetë. Mendoni ju se janë republikanë? Po jap sa shifra. Në departamentin e shtetit, 74% janë demokrat, 18% janë republikanë, të tjerë të pavarur, sepse këtu, kur gjithkush voton, deklarohet është publike se çfarë jemi republikanët apo demokratë. Te departamenti i drejtësisë, ku është dhe FBI, janë 63% demokrat, 20% republikan. Tek departamenti i arsimit që ai kërkon ta shkrijë, 68% demokrat, 26% republikan. Tek i punës 60 me 18, tek i shëndetit 63 me 19, pra gjithkund administrata kontrollohet nga demokratët. Tani, që të shkarkosh nga puna dikë që ka 1 vit ose 2 vjet dhe është në probation provë, dhe të lësh Yuri Kim që ka 25 vjet në departament, nuk ka sens. A do ta shkund? Pa diskutim, po. Në qoftë se do të shikojmë qasjen e presidentit Trump, luftën ndaj të majtës, duhet përqendrohemi tek fjala në myni e zëvendës presidentit J.D. Vance. Ka shumë gjasa që fjalat janë të shkruar nga Tucker Carlson, nuk ka rëndësi. Fjalia e fundit që u anashkalua dhe nuk e kapi askush kur J.D. Vance tha good luck to you. Paçi fat. Nuk ju mbështesim më ushtarakisht, nuk do të mbështesim strukturën e elitës të majt, sepse ju problemin e keni nga brenda vetes. Dhe ka drejt. Dhe shembulli merret me motorin e Europës, Gjermaninë. Ja kam thënë, energjia 4 herë më e shtrenjtë në Gjermani se në Amerikë, fertiliteti 1.4, këtu është 1.6, dhe shkurtimet masive, drastike të industrisë të automjeteve, bën se sot nuk po konkuron dot sepse është mania për energjinë e gjelbër, largimi nga qymyri, largimi nga nafta, nga centralet bërthamore, dhe kjo ka bërë që ekonomia, ajo që është kryesorja, po të kurret. Dhe struktura shoqërisë vuan nga kufijtë e hapur, emigracioni pa kontrolluar, mospatja e sigurisë e jetës, ato ditë që J.D. Vance ishte atje, ndodhi një akt terrorist. Pra,
Zoti Trump, disa herë kam thënë, përfaqëson një lëvizje perëndimore kundër elitave të majta. Kjo po tregohet qartë me injorimin që bëhet Europës, si dhe Zelenskit, në tryezën e bisedimeve me Putinin për paqen në Ukrainë. Ky është çmimi. Nuk mund të ftojmë, thotë zoti Trump, në tavolinë fëmijët, sepse Europa nuk e gjen vetë dot se kush ta përfaqësoj, dhe nuk është faja Amerikës, është faja vetë e Evropës që ka shkuar në këtë pozicion. E zgjuar është Meloni, nuk firmosi kundër Amerikës me ata të tjerët, sepse Meloni bën pjesë tek partitë e djatha dhe kishte ftesë në shtëpinë e bardhë. Natyrisht që në ato biseda mund të diskutohen edhe zona tjera të ndikimit të influencës. Përballë dilemës të madhe që a do të vazhdoj të rritet uhaja kombëtare dhe a do të shpenzohen para pa fund për USAID-in, për gratë e Ramës dhe për programe deri në Afganistan, janë dhënë pare për talibanët nga taksat e amerikanëve. Ka 80 vjet që Amerika vetëm ndihmon Europën, ndihmon botën. Dhe kur këtu është 3% e GDP-s, Gjermania as 1.5. Ka kaluar 10 vjet që kur kanë premtuar se do shkonin 2% e GDP-s. Trysnia e 5% është këmbane madhe për Europën. Se kur thuhet që nuk ju mbroj më nga Rusia, është sikur ka dalë nga NATO. Dhe Trump, edhe pse duhet parë çfarë bën, jo çfarë thot, shpeshherë duhet disht të lexosh mesazhet që vijnë nga shtëpia e bardhë. Është shumë i pushtetshëm, është shumë i fortë, nuk po pyet as për vendimet e gjykatave për të penguar urdhrat e tij ekzekutiv. Dje ka firmosur një urdhër tjetër ekzekutiv, që agjencitë e pavarura të varen nga presidenti. Janë mbi 125 agjenci. Një agjenci është thuajse si një departament me një nomenklaturë, me organik shumë të fryrë. Pra, administrata publike ka 2.4 milion punonjës. Mund të realizohet me 1.2 milion. Do të vazhdoj synimi për të shkarkuar sa më shumë. Fillimisht janë këta probation, që janë 380.000 vetë, nuk ka ligj të ndalojë Trump për këtë, por duke shkrirë departamentin e arsimit, dhe i e tha vetë që janë 35 shtete që funksionojnë shumë mirë me arsimin brenda tyre. Atyre do të japim grantet e mëdha, që ato të konkurrojnë me Danimarkën, me Suedin, me Finlandën, të kenë arsim cilësor. Dhe jo kështu në këtë mënyrë fonde pa hesab. Bllokoi faljen e uhave për kolegjet studentëve, gjysmë trilion dollar. Biden në muajt e fundit ka bërë shpenzime pa kufi për të mbrojtur agjendën e dillit të gjelbër, të radikalizmit të majt, por ka dhënë një goditje të madhe për atë parti. Obama, që si më zgjuar, i thotë, kur kemi qenë fëmijë luanim ngriva, shkriva, le të ngrihemi, le të lëmë ata të gabojnë. Por Trump në këtë sulm duket se nuk gabon. Të paktën 2 vjet përpara se të bëhen zgjedhjet për Kongres, marshimi i tij nuk ndalet. Ka vetëm 3 javë. Nuk mund të kishte ndryshime në ekonomi. Çdo gjë do të vi. Ulja e taksave korporatave, natyrisht, nëse realizon ato që bëri 4 vitet e para, amerikanët e dinë. Optimizmi të qytetarët e ndesh me Trump, i ka 53% mbështetësit. Dhe natyrisht në politikën e jashtme, votuesi i thjesht, por dhe media nuk i jep shumë rëndësi. Është një elit që merret me këtë. Trump e di dhe ka një lloj konkurrence midis sekretarit Rubio, J.D. Vance, që temi real zëvendës presidenti nuk ka paur fare në SBA. Por një njeri që synon dhe pretendon për të qenë president mas 4 viteve, marshimin, maratonën, e nisi shumë mirë me fjalimin në mini. Ai ju tha të vërtetën. Pati reagime ministri mbrojtjes gjerman, gjithë kundërshtuan, kjo është e papranueshme, po ndërhyn punët, asnjë nuk tha që kjo nuk është e vërtetë. Kto që thot ai. E vërteta e hidhur, natyrisht që dhem. Por
Do të ishte skandaloze nëse në Gjermani do të ndodhte ajo që ndodhi në Rumani, kur dikush që fitoi në mënyrë demokratike, gjykata e anulloi. Ato të ngjas dhe kjo në Gjermani nëse ajo partia e quajtur nazist do të fitonte zgjedhjen, se është e 22%. Kemi parë në Austri gjithashtu. Europa po shkundet dhe transferimi i magës përmes fjalimit Vici-Vance bën që Europa mund të drejtohet me politika me një qeveri më të vogël, me jo programe të fryra socialiste dhe për të pasur një fuqi të vërtet. Kur është krijuar BE-ja, GDP-ja thuajse ka qenë e barabartë me GDP-n e Amerikës. Nuk është sa është 1/3 sot. Kjo po ndodh. Dhe natyrisht ai gjermani thjesht, francezi thjesht do donte një Trump gjerman, një Trump francez, jo me atë elitën klasike. E njëjta gjë do të ishte edhe në Ballkan, edhe në Shqipëri. Rama e ka humbur drejtpeshimin mendor. Nëse Berisha u detyrua një vit në Ballkan, Rama është mbyllur vetë me disa video qesharake në Facebook, pa ekuilibër, pa drejtpeshim dhe me një servilosje ndaj administratës Trump. Poston me vrap me gëzim të madh, Trump ka larguar të gjithë prokurorët e Bidenit. Zotri, nuk funksionon drejtësia këtu në Amerikë ashtu si në Shqipëri. Është rutinë që të gjithë prokurorët federal të një administrate japin dorëheqjen kur vjen një president i ri. Disa mund të mbahen, por presidenti i ri ka drejt të shkarkojë të gjithë, sepse është ekipi i tij. Natyrisht, këtë punë ka bërë dhe Bideni kur ka ardhur. Dhe me këtë çfarë do të thotë? Që do të shkarkojë të gjithë drejtësinë edhe Rama, e para punës nuk je president i zgjedhur me votë si zoti Trump, i e socialist dhe fjalën socialist i krijon një neveri të madhe Trump. Të jap vetëm një parafrazë kur foli për presidentin e Kolumbisë, i cili nuk pranonte avionët me emigrantët amerikanë, dhe presidenti socialist i Kolumbisë. Dhe ai u troq me njëherë mbas tarifave të mëdha. Me tarifat Trump ka drejt. Ka një problem me Jared Kushner dhe Dick Grenell të përfshin biznesin në Serbi në Shqipëri. A është kjo normale? Sepse ata kishin informacione kur ishin në Shtëpinë e Bardhë, tani merren në pazar. Well, I think a lot of Shumë situata dalin kur përvoja e dikujt në qeveri i shkon për shtat biznesit kur ikin prej qeverisë. Nuk mendoj se në përgjithësi është një gabim me këtë. Nëse je ekzekutivi i një kompanie të mbrojtjes dhe shkon të punosh për Pentagonin, pastaj kthehesh përsëri te kompania e mbrojtjes, duhet të jesh shumë i kujdesshëm për konfliktin e interesave. Careful about conflicts of interest, and they're very strict ethical rules that people have to follow. Ka rregulla etike shumë strikte që duhen ndjekur nga ata. Problemi këtu, ku thoni ju, është se çfarë kanë bërë kur ikën nga qeveria për pazaret në Serbi, Kosovë dhe Gjermani. They may go back into government. And the prospect that Por, people dealing duhet with them parë se çfarë po see that bëjnë, dhe do të prospect bëjnë and that nëse can kthehen affect përsëri në the qeveri. terms of the transaction. So Dhe njerëzit i shikojnë këto pazare me një të ardhme dhe dyshojnë. Si për ironi, kjo do t'i detyrojë ata të tërhiqen nga ato pazare që... Zagari ndryshon padron. Nuk është e habitshme që Zagari Klyshi Soros të bëhet Zagari Klyshi Dick Grenell, Zagari Klyshi i Kushnerin, Zagari Trump. Dhe Rama do të bënte gjithçka për të ndënjur për mandatin e 4. Ka një problem që midis Open Gay dhe Open Pro Serb Dick Grenell është i paguari lobist Chris Lacivita se me origjinë italiane, i cili më shumë po merret me Twitter, ka sulmuar Sorosin dhe vazhdon tek ideja që Rama është Klyshi i Sorosit. Rama kërkon të bëjë akrobacira përmes Kushnerit, duke i falur Sezanin, kërkon të afrohet me administratën, ka filluar të jetë servil ndaj tij, por kjo nuk e lën dhe vetë Aleksandr Soros del dhe thotë që je Klyshi im, nxjerr një foto me të. Por Zagari që është Zagar, Klyshi që është Klysh ndryshon pronar. Ka një përplasje midis Open Gay, Open Pro Serb Grenell dhe Lacivitët i paguar nga PD-ja në fushatën e saj. Personi që nxori fitues, që ndihmoi të dilte fitues Trump, do të synojë të njëjtin gjë për Berishën. A është e lehtë? As pak. Është e vështirë? Shumë. A bëhet kjo vetëm me Twitter? Kurrë.
presim kontratën, presim se si do të veprojë. Departamenti Amerikan i Shtetit është në disarray. Janë 228 emërime nominime politike që duhet kryen Departamentin Amerikan të Shtetit. Janë kryer fare pak. Është vetë ka kaluar Rubio dhe nuk ka kaluar askush tjetër nga nominimet politike. Janë dy zëvendës sekretar të shtetit, Landau dhe Rigas, kanë kaluar në Komisionin Marrëdhënie me Jashtë, shefja protokollit me cilën kanë pasur Zoom Crowley. Byroja e Europës nuk ka person fare, këshilltari legjislativ, ne kemi interesa se si do të shkojë për 9 gradën dhe aty nuk ka nominim. Nuk ka nominime për carin e luftës kundër terrorizmit, pra gjithandej drejtojnë ende njerëzit e Eurikim & Company të Blinkenit. Kjo u pa qartë dhe copy-paste i raportit për pastrimin e parave, ku përmendej si një vit më parë në ngrata Berishës dhe pastrimi i parave akuzat nga prokuroria për ja marrë për malteze. Nuk është serioze, por normalisht një raport që është bërë në 31 janar nuk kishte se si pasqyronte orientimin e ri politik. Por jo kam thënë që është e vështirë me nominimet politike. Janë 800 nominime reale që duhet bëj Trump, 459 nuk ka bërë fare nominime politike. Pret, ka vonesa të shumta. Departamenti Amerikan është bllokuar. Një senator nga Hawaii ka vënë bllokim për të gjithë nominimet politike, ku përfshihen dhe ambasador. Nuk dihet se sa muaj mund zgjas kjo, kushti është usajt. Siç bën republikanët herën e parë duke bllokuar dhe na lanë pa ambasador, kjo mund zgjas përsëri. Uhaja kombëtare amerikane është 36 trilion dollar, është e frikshme. Në qoftë se shkohet e 45 trilion, Amerika falimenton, nuk mund të bëjë dot pagesat, interesat e pagesave. Dhe kjo do të sillte një skandal financiar në gjithë botën. Trump e di këtë. Kongresi dhe Senati synon të kursejë 1.5 trilion dollar në buxhetin e ri. Nuk po e gjejnë gjuhën, sepse Trump duke kthyer taksat, duke hequr taksat për korporatat e mëdha për klasën e pasur, do të cilë një grop 4.5 trilion dollar. Indirekt, duke ulur taksat, rritet prodhimi dhe ti mund të marrësh taksa më shumë. Tarifat janë politike zgjuar e ti. Tarifat do të shkojnë pikërisht për të ulur këtë uha të madhe. Dhe tarifat që janë me drejt peshim, me vë tarif, do të vë tarif, nuk ka asgjë të keqe. Nuk është koncepti klasik i tarifës. Tarifa, konceptin klasik e ka që ke një prodhim të dobët të kërkon të ambrosh dhe vendos tarifa për diçka që vjen nga Kina. Nuk është kjo. E përdor si armë për negocim, po dhe për të mbrojtur ekonominë amerikane. Elon Musk është në sulm. Kërkon të shkurtoj sa më shumë tjetë dhe mundër. Administrata publike është 2.4 milion. Me 1.2 milion kryen çdo gjë. Ka fryre të madhe në administratë. Godina pafund që rrin të zbrasë dhe paguhet. Paguhen qira për to. Do të ketë shitje drastike. Ka ndërtesa federale në Chicago, në Iowa, kudo. Qeveria është pronare shumë ndërtesave dhe administrata e them është e fryrë, janë gjetur pensione për njerëz 150 vjeç, nuk ka se si. 4 trilion dollar tek departamenti i thesarit nuk e ka se ku kanë shkuar fondet. Mashtrimet që ndodhin me vjedhjet janë gjysmë trilion dollar nga fondet e qeverisë federale. 250 sa miliard dollar janë që shkojnë gabimisht ku shkruhen sheqet. Dhe faktet janë nga më të ndryshmet, por ka dhe shumë mashtrime gënjeshtër nga administrata Trump për shifra që nuk janë reale. Duhen parë me zgjuarsi. Musk po flet më shumë se ç'duhet. Musk është autist, Musk është Musk, por kontrollohet nga Trump. Nuk është Trump papet i Musk, nuk ka se si të ndodh. Ai thotë që duhet burgoset drejtuesit e CBS me atë që ndodhi me intervistën e 60 Minutes, ku ata e redaktuan në mënyrë që dilte mirë Kamala Harris që jepte përgjigje idioteske. Dhe kjo dëmtoi zotin Trump fushat. Ai ka kërkuar 20 miliard dollar, nuk gjet. Nuk besoj se fiton këtë gjyq, por presioni është i madh. Ndërkohë që J.D. Vance ishte në Europë dhe i shokoi të gjithë, duhet të sqarojmë që zëvendës presidenti nuk ka power reale në administratën amerikane. Por Trump kërkon ta përdorë si bullizues në ekrane, kaq. Ja preu hovin kur tha që jo, nuk mund të jetë president mas 4 viteve, do të shikojmë ka dhe emra të tjerë. I fortë është Rubio, ka besimin e zotit Trump dhe duket që është aktiv. Deklaratat e Rubios, të shefit Pentagonit dhe Vencit nuk janë në unison me ato që thot Trump, por gjithmonë bën nga një tërheqje pas. Mos dëgjoni çfarë thoni Trump, shikoni se çfarë bën. Marrëveshja e Rusisë me Amerikën për Ukrainën do të ngjas. Europa nuk ka pushtet, nuk ka fuqi. Zelenski nuk do ta pyes kush. Trump është Trump, ai sherifi i ri në town që ja kam thënë me kohë.
dhe lufta duhet përfundojë. Gjakderte janë rreth 1.5 milion dollarë të plagosur nga dyja palët. Pse? Nuk ka kuptim. Një shtet që nga 42 milion vet ka shkuar 28 milion mbas 3 vitesh luftë, nëse lufta vazhdon 3 vjet tjera, Ukraina mund të shkojë 10 milion banor. Mund të kemi një ndarje si Berlini lindor dhe perëndimor, pra Ukraina perëndimore që mund të hyjë në NATO dhe Ukraina lindore që do t'i lejë toka, do t'i lihen Putinit. Nuk ka ndonjë gjë të madhe sepse Krimen e la Obama. Putini mund sulmoj përsëri nëse ikën Trump, thot një ish general. Putini nuk sulmoi kur që Trump. Është i paparashikueshëm. E bëri me Obama, e bëri me Biden, e pas e ishin dobët. Europa ka 80 vjet që përfiton nga ndihmat pafund të Amerikës. Kjo nuk gjet më. Amerika nuk i mbron më nga Rusia, është në qartë nga Trump. Një botë multipolare politik. Për ne, për Ballkanin, për Europën, për Shqipërinë, shpresa është që fryma e mbështetjes të qendrës djathtë do të ndihet. Shansin që grupimi i qendrës djathtë i Berishës ka zgjedhur një lobist e paguan dikë që ka forcë përballë Di Grinellit që është kundër Kurtit, por është dhe me Ramën përmes Kushnerit, i cili nuk besoi se do ta sfumoj dot komandon, njeriu që ka qenë shumë afër Trumpit dhe ka akses në administratën amerikane. Lobingu kështu funksionon. Është me shans që ky grupim në Shqipëri që kërkon të fitojë zgjedhjet ka marrë një figurë të tillë. Ja uroj që edhe Kurti të zgjedhë një zyrë lobingu në Amerikë për të risqaruar edhe një herë qëndrimin e Kosovës, që nuk duhet largohet as pak nga ndikimi, nga influenca e ndikimit amerikan.